Për kështu, a është më me vlerë me fal namazin në xhami pa xhamat apo jashtë xhamisë me xhamat? Mas miri është me fal namazin në xhami dhe me xhamat. Nëse thret ezani dhe ti ke shku në xhami për me fal namazin me xhamat dhe s'ka xhamat, atëherë ai namaz për ty është me xhamat, pa marr parasysh a ka xhamat as ka, se ezani është thirr dhe zakonisht në xhami falet namazin me xhamat. Kështu që xhamati që bën te shtëpia nuk arrin sevapin e xhamatit që bëhet te xhamia ose faljes që ti e bën vetë në xhami, mirë po ke shku në xhami duke menduar se atje ka xhamat. Edhe kjo me qenë rregulli. Pa të falim namazin në xhami, pa marr parasysh a ka xhamat, as ka xhamat, se nëse unë shkoj, edhe ti shkon, edhe ai shkon, bëhet xhamati në xhami. E mos ta braktisim xhamin duke menduar se unë te shtëpia e falim me xhamat, edhe te xhamia s'ka kush, jes vet, se duhet na me dal me fal namazin në xhami, sepse namazin me xhamat në xhami dhe ezani në kohët e namazit në xhamia janë prej simboleve të Islamit. Dhe këto simbole na duhet t'i ngjallim. Nëse jam i vetmi në fshat që kujdesem ta falim namazin në xhami, jam i vetëm, duhet me dal çdo kohë namazit në xhami, të thras ezanin, ta çeli xhamin. Nëse jam vet, me kalimin e kohës do të bëhemi 2, 3, 4, 5. Nëse unë me pretekst se xhami s'ka xhamat, falem te shtëpia me xhamat me gruan apo fëmijët dhe nuk dal me thirr ezanin në xhami dhe nuk e hapi derën e xhamis, kur nuk bëhet xhamat në xhami. Dhe kjo normalisht është njëra prej formave se si shejtani e mashtron besimtarin për me largu nga një vepër më të mirë duke vënë një vepër të mirë. E tani nëse pa ashtu dilema, po si të mësohet gruaja dhe fëmijët më fal, atëherë themi na falë sunetin në shtëpi. Ose ndonjëherë fal edhe farzin në shtëpi, që me eduku fëmijët edhe gruan me fal namazin me xhamat ose me fal namazin në kohën e vet, por rregulli le të jetë kujdesemi ta falim namazin në xhami me xhamat, se me këtë na e ngjallim një simbol për simboleve të Islamit.